E natyrisht në nisjen e vitit 2013, i pakëzuar si viti politik i zgjedhjeve të përgjithshme të 2013-s, kjo retorikë është interpretuar edhe si një nisje de facto e fushatës elektorale, temat e së cilës do duhet të zbulohen me kohën. Megjithatë, fillimi i vitit pa edhe disa propozime të bëra nga kryeministri i vendit Sali Berisha në funksion të përmbushjes së një qëllimi i cili duket se mori shkëndija shumë të forta me kremtimet e 100 vjetorit pavarësisë. Një projekt për bashkimin e shqiptarëve me disa nisma konkrete. Për të analizuar paka shumë në këto ëra, të ftuar kam analistin dhe publicistin e njohur zotin Mentor Nazarko. Mirëmbrëma zotin Nazarko. Mirëmbrëma. Faleminderit sepse sapo jeni kthyer në fakt nga një konferencë ku keni marrë pjesë në Malin e Zi, lidhur me çështjet rajonale, mos gaboj. Ishte fokusuar tek statusi i veriut të Kosovës në kuadër të negociatave që po zhvillohen në Bruksel. Në fakt ishin ftuar njerëz nga shoqëria civile, ish administratori i Bashkimit Evropian për Kosovën, si thuash numri 1, zoti Peter Fejt, apo dhe ai që është profesuesi aktual i Bashkimit Evropian për Kosovën, zoti Zbogar, me gjithse me kompetenca më të vogla, profesues nga politika serbe, nga Veriu Mitrovicës, deputet të Kosovës, edhe personalitetet e tjera, ish presidenti i Shqipërisë Mejdani, apo deputet Malit Zi e tjera. Dhe në farë mënyrë ishte jashtë politikës, për shkak se po e quaj jashtë politikës për shkak se nuk pati media, do të thonë ato që gjëra që deklaruan ngelen aty dhe ishte shumë interesante gjithsesi. Dhe kur çështjet që debatohen nuk janë për konsum publik, mendohet në një që janë më të vërteta më esenciale. Kam më shumë liri mendimi, sigurisht. Dhe në fakt është bërë ky takim në të njëjtën kohë kur miratoi një rezolut në Kuvendin e Serbisë ku platforma merr jetë. Njëri nga pjesëmarrësit ishte në fakt kryetari i partisë së presidentit aktual Nikolić dhe ishte si thua një nga ata protagonistët negativ, po themi, të konferencës, megjithse, domethënë me intransigjencën e vet, megjithse në një shikim po themi kohor, apo të progresionit kohor, apo si thush të çfarë deklaratash kanë bërë udhëheqja paraardhëse e Serbisë, po themi dyshja ose presidenti Tadić, me krahasuar me presidentin Nikolić, me administratën aktuale, mua më duhet të them që ka një lloj zbutje të qëndrimeve sa i takon Kosovës. Duket se kanë hequr dorë nga ideja e një plani gati radikal për veriun, por duke folur të paktën në bazën e rezolutës për një autonomi të komunave. Unë mendoj që ndryshimi në planin deklarativ, megjithëse supozoj që do ndiqen nga veprimet në terren, dy momente janë të rëndësishme në ndryshimin e qëndrimit serb, në zbutje, do të megjithëse duket paradoksale, pavarësia nuk do të pranohet. Tadić ishte demokrat dhe Nikolić ishte një radikal. Nikolić ka shprehur një qëndrim që më duket që është përparim. Gatishmëria për të takuar me zonjën Jahjaga. Politika shpeshherë shitet për të kundërtën e asaj që është. Domethënë Tadići refuzon të takoj me presidentin e kohës Kosovës, do të thonë me zotin Pacolli që atëherë, me argumentimin se të takoj në një nivel të barabartë, do të thonë do thoshte të pranonte institucionet e Kosovës. Dhe ai thoshte që unë do flas me zotin Thaçi, i cili është njeriu më i fortë, domethënë dhe më profesues i Kosovës. Ndërkohë që sot apo jo, kemi një gatishmëri të tillë shprehur nga zoti Nikolić, megjithëse mund të duket se retorika serbe ndaj Kosovës mund të jetë ashpërsuar siç duk në ta shtuquajtur platformë. Kurse ndryshimi i dytë, pra, ndryshimi i parë është gatishmëria për të takuar në nivel barabartë institucional me Kosovën. Ndryshimi i dytë ishte ai që mua më duket është parathënia e abrogimit të institucione paralele të Serbisë në Kosovë. Dačići tha, ose Dačići, thonë kosovarët, tha që ne jemi të gatshëm që jo, ne nuk na duhen institucionet e Serbisë në Kosovë, ne na duhen institucione e serbe në Kosovë. Ky ishte një ndryshim i rëndësishëm retorik pas presionit të Bashkimit Evropian me në krye Gjermaninë për të... Mos harrojmë që ka dhe një raund bisedime të radhës ku do diskutohet dhe për veriun me ndërmjetësinë e Brukselit. Data 17 do diskutohet për veriun. Dhe mua më duket që ka një ndryshim të rëndësishëm pozitiv të Prishtinës, megjithëse siç ndodh rëndom politik, domethënë idetë qarkullojnë idera të rëndësishme, dikush ja vjedh idenë tjetrit, i thotë, jo, unë kam një ide të kundërt me ty. Herë për testuar pak temperaturën, herë si letër lakmusi. Prishtina, dhe kjo në fakt ishte një farë mënyrë edhe thelbi ndërhyrjes time në këtë konferencën që u zhvillua në Budva. Prishtina po ofron, po të kemi parasysh kërkesat e faktorit perëndimor,
ishin që Prishtina duhet të ketë një platformë dhe duhet të ketë një ofertë vetëm për serbët e Veriut, sepse duhet që ti mirë kuptojmë, ose më saktë, jo të mirë kuptojmë, po të vendosemi në lëkurën e tyre. Domethënë, serbët e Veriut praktikisht, de facto dhe thuajse de jure, ose në shumë aspekte de jure, janë pjesë e Serbisë. Në çfarë kuptimi? Kanë pasaportën serbe, janë pjesë e një sistemi shëndetësor, shtetëror, domethënë serb, paguhen me rroga serbe, etj. Në këtë kuptim, ti kërkosh atyre që vullnetarisht bën pjesë e një sistemi politik i cili në disa aspekte është më i prapambetur, po flasim në pikpamje të garancive. Nuk do ta bëni vullnetarisht. Në këtë kuptim, qasja e Prishtinës për të patur një ofertë ekonomike, mua më duket një ofertë realiste, në të vërtet brenda qeverisë së Kosovës, por në një mënyrë, po të themi disi më të veçantë, ka qenë në një referim aty në Universitetin e Stanfordit, ka qenë zëvendës kryeministri i Kosovës, zoti Pacolli, i cili ka ofruar idenë për një zonë të lirë ekonomike në Mitrovicë, e cila të prekte apo të zgjerojë dhe përtej Mitrovicës, pra edhe në zona tjera të banuara nga shqiptarët, pra Vushtrri, pra të mos kishte karakter të kufizuar vetëm në Mitrovicë, pra për të mos shpallur, po them, një zonë tipike të një konflikti latent ose të fshehur ndëretnik, për ta zgjeruar dhe për ta lidhur atë me pjesë tjetër të Kosovës, më duket një propozim i arsyeshëm. Që në fakt, në vetë është dhe pjesë e filozofisë së gjetjes së mekanizmave të tjerë për të realizuar qëllime politike mirëfillje. Ekonomia është një faktor i cili i bashkon njerëzit pavarësisht etnisë tyre. Dhe më dhe realitetin e Mitrovicës, po themi trafikantët serb, bashkëpunoj me trafikantët shqiptarë, për shkak se ajo është një zonë ku kalohet pa dogan, po themi nafta apo derivatet saj, dhe nëse trafikantët e bën një gjë të tillë pavarësisht etnisë, atëherë nuk shihet arsye pse një tregtar brenda rregullave, pse mos ta të lindin iniciativa biznesore ndëretnike, apo pse atje mos ketë një përqendrim vëmendjes europiane, apo botërore, domethënë në një zonë e cila ka resurse natyrore të jashtëzakonshme, ndoshta nga më të pasurat në Ballkane, pse jo edhe në Evropë. Kështu që në këtë kuptim, kjo ide nuk e di nëse kjo është saktësisht ideja e Prishtinës, por të paktën është brenda të njëjtës filozofi që këta qytetarë të integrohen në një mënyrë serb të integrohen të paktën në një sistem ekonomik të përbashkët me shqiptarë, natyrisht duke mbajtur dy shtetësinë etj. Ngjan si një përgjigje për një seri çështjes që nisen jo vetëm nga Serbia, që dihet se si ka raportet me Kosovën, por edhe nga Shqipëria, e cila që në kulmimin e kremtimeve me 100 vjetorin e pavarësisë, po mendon për një strategji të re, mund t'ja vëmë emrin Bashkim Kombëtar, siç e ka vënë kryeministri, apo çfarë do lloj forme tjetër për t'u afruar. Në fakt, zoti Nazarko ka propozime konkrete nga kryeministri, ne kemi folur këtu për mekanizmat e nënshtetësisë, ka folur për një ligë mbarkombëtare, për një hapësirë mediatike, apo qoftë dhe një hapësirë të përbashkët ekonomike. Është momenti. Ka folur për hapësirë të përbashkët. Jo, ka zëra, jo vetëm nga ana kryeministrit, por zëra të hedhura dhe teza të hedhura. Është momenti për të folur për këtë dhe termi Bashkim Kombëtar Trump për të materializuar në fundit një qëllim të mirë? Më falë, dhe me thënë, unë sigurisht ju i dini, para se të bëj emisionet dhe para se të bëj emisionet vlerësimet e mia për juve si gazetare, duhet bëj sigurisht një saktësim nga ana e shtetit shqiptar nuk ka një strategji, do ju thatë që ka një strategji. Propozime, jo strategji. Ka propozime, por mua më duket se kanë karakter thellësisht propagandistik, dhe kam argumentat e mia që qofse më lejon do t'i shteroj që pse këto kanë karakter propagandistik, kanë karakter pragmatik, do më thënë janë të lidhura me kohën në cilën gjendem, kur the me kohën, jo me kohën, me ciklin, me 100 vjeçarin, me me zgjedhje, do më thënë, pra në këtë kuptim nuk kanë strategji, strategji është diçka afatgjatë, menduar mirë, ku kalkulohen pasojat e gjithë tjera. Më duhet të them, dhe këtu jam në një farë mënyrë kritike dhe me iniciativën e Aleancës Kuqezi, që të hedhësh idenë për bashkim kombëtar tani, është një, përveç se është një fluturim, dhe më thënë, i pa, si tu është, për bashkim institucionale, kam fjallën. Në fakt, Aleanca Kuqezi ka folur për një federatë me dy njësi shtetërore. Po sigurisht, bashkim institucional, prandaj përdor atë bashkim institucional. Është një gabim i madh i cili në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme i bën dëm Kosovës. Pse? Sepse s'pari njësh i parealizueshëm kushtetutshmërisht, sepse referendumet për territorin
nuk mund zhvillohen nga popullsia. Dhe më thënë, qoftë ndarje territori, qoftë bashkimi i territori shqiptar me territorin e tjetër, nuk bëhen, dhe më thënë, ndalon kushtetuta. Së pari, së dytë, kushtetuta, flasë për kustetutën e Shqipërisë, kushtetuta e Kosovës e ndalon gjithashtu bashkimin e Kosovës me një shtet tjetër, sepse është një nga 3 kushtet e po themi e grupit kontaktit, apo e treshes grupit kontaktit që mbi këqyri, jo, që me herët, që me planin Ahtisaari, do më plani Ahtisaari është në farë mënyrë reflektimi konkluzionit të negociatave serbo-shqiptare, dhe ishin konkluzionet grupit kontaktit për Rusin, dhe që, se tu është për të dhënë një lloj vije legitimiteti. Kushtetuta e Kosovës e reflektoi planin Ahtisaari, i cili në dallim nga, si tu është nga pozicioni rus, ka plus ofertën për pavarësi. Pra, në këtë kuptim, Kosova i duhet mbahet këtij kushti, derisa të bëhet antar OKB-s. Dhe një farë mënyrë të kërkosh bashkimin kombëtar institucionalisht tani ta bëj këtë zoti Thaçi, do thotë që të ndaloj procesin e njohjeve të Kosovës dhe antarësimit të Kosovës në OKB. Sepse, thënë, atëherë, ky është një argument. Po një argument tjetër është që me njëherë legjitimohen tezat serbe për ndarjen e Kosovës. Ju e dini që një pjesë, një element i platformës serbe për çështjen e Kosovës ishte dhe gjoja demilitarizimi i Kosovës garantuar nga ushtrit e BE-s plus ushtria e Shqipërisë dhe ushtria e Serbisë, në fakt ishte një legalizimi i ndarjes së Kosovës. Apo dhe shkëmbim territori. Unë nuk diskutoj atë që nga ana e Aleancës Kuqezi ka një frymëzim elektoral në këtë, natyrisht edhe është pjesë e një lloj boshti të shpallur të kësaj partie, por nga ana e zotit Berisha mendoj që ashpërsimi, po thuashtë ekstremizimi i retorikës pro bashkimit, mendoj që për një njeri, për një burr shteti, ose si thua burr shteti për shkak se ka detyra shtetërore, sepse nuk e konsideroj si zoti Arvizu, është domethënë jo institucionale dhe për këto arsye që tham, apo jo i krijon dëm përparimin të Kosovës apo integrimit të Kosovës. Më konkretisht, ju thash që krijon probleme me antarësimin e Kosovës. Zoti Berisha ka folur konkretisht për një hapësirë përbashkët mediatike për referendum deklaratave 2013. Atë për hapësirë përbashkët mediatike ka drejt. Në çfarë kuptimi? Domethënë, unë jetoj një pjesë kohës në Kosovë dhe shoh që energji të pafundme, domethënë, kur them pafundme, të fundme sigurisht, po të mëdha, kushtohen përkthimit filmave, platforma digjitale të ndryshme, domethënë edhe kosovare, 1-2 platforma kosovare apo më shumë. Sigurisht ato bashkëpunojnë me platformën e ekzekutivit të Shqipërisë, por prapse janë energji, domethënë, për të kota, të destinuar për një hapësirë të vogël, domethënë gjeografike, që është ajo e banuar nga Shqipëria. Ajo është ide e arsyeshme. Edhe ide e kampionatit është ide arsyeshme e ligës, por do duhet që zoti Berisha mos ishte kujtuar kaq vonë, se në instancë fundit ose në fundit, mos përdorim shprehjet tuaja, kjo ishte një gjë që nuk na e pengonte as Bashkimi Evropian, as dikush tjetër, pra nëse gjendeshin kanalet apo artificet ligjore, ose në fakt jo thjesht ligjore, por dhe asaj rregulativës që ekziston nga FIFA apo nga UEFA, mund të gjendeshin apo jo hapësira për të realizuar një lloj integrimi të burimeve njerëzore në futboll apo etj. Por sigurisht për të krijuar frymën e të menduarit apo të ndjerit në fakt futbolli mund të jetë i lidhur më shumë me të ndjerit, si komb, sigurisht, jo thjesht e futbollit, apo edhe sporteve të tjera. Po edhe kulturës edhe artit. Edhe kulturës. Është e vërtetë që kombëtarja shqiptare, ku ka një pjesë të madhe kosovar, është aktualisht, mos përdorim një shprehje kështu tipike të rëndë, domethënë akademike, është aktori më i rëndësishëm i forcimit të ndjenjës kombëtare. Sepse influencon një numër të madh njerëzish. Domethënë futbolli ka një numër shumë. Dhe i prek në pjesën emocionale. I prek në pjesën emocionale. Domethënë, kështu që në këtë kuptim, kjo është një ide arsyeshme. Pastaj, ndoshta ju qëllimi ishte shmangët e idenë e shtetësisë, pastaj me idenë e shtetësisë. Jo, shmangë, ajo pyetja që në fillim. Me idenë e shtetësisë në të vërtetë kemi domethënë komedi. Pati një avancim të idesë, nuk e di e keni ndjekur zotin Nazarko, për vjuar me shqiptarët që jetojnë në hapësirën Schengen apo në vende që kanë marrëveshje. Është komike, domethënë pse unë thash s'ka strategji. Domethënë, po të kishte strategji, atëherë do ishte menduar mirë, do të shikoj. Ne do ta fillojmë me këta. Për të arritur deri në vitin kaq,
që të kemi. Por nuk mund të thuhet një herë që do të japim të gjithëve. Se unë këta e kam s'pari një herë u thanë Vlorë që do të japim të gjithëve. Pastaj kur pati reagime, supozojt ka patë edhe reagime jo publike nga faktori ndërkombëtar, gjejsisht e europian, u tha jo, nuk do të japim para zgjedhjeve, po do të japim pas zgjedhjeve. Pastaj tha, po pritë se do të japim vetëm atyre të BE-s. Ato të BE-s nuk janë, si thush, brenda kombit shqiptar, nuk janë ata pjesa me motivuar për ta marrë shtetësinë shqiptare. Dhe ajo është një gjë e lehtë, domethënë për ata që e kanë shtetësinë e BE-s që ta marrin. Po mbi të gjitha, çdo lloj propozimi të tillë, apo jo, qeveria nuk është opozitë. Qeveria nëse ka dëshirë të bëjnë gjë të tilla, të bëjnë ndryshimet ligjore, eventualisht edhe ndryshimet kushtetuese, por në fakt ka nisur. Nuk e di nëse e ka bërë, por edhe një herë, duke patë parasysh. Po pse keni skepticizëm? Për shembull, zoti Nazar po sjell një tezë, Henry Çilin e lexoja dikur kur flitej për shtetësinë, thoshte, a mund t'i bëjmë ne këta 10 milion shqiptar që do të bëjmë edhe konsumatorë, edhe investitorë, edhe taksë. Ajo është moment racional, domethënë ajo ideja e Henryt ishte me të vërtetë ide racionale, po sigurisht zoti Besha nuk ka ndërmend të bëj këtë. Dyshoj që mund të ketë një prapasken për t'i bërë votues, një pjesë të tyre, domethënë për t'i përfshirë në zgjedhjet. Jo për këtë zgjedhje? Jo për këtë zgjedhje, sepse nëse thuhet BE-s, pa edhe këto zgjedhje. Pra, do filloj me këta të BE-s, domethënë edhe për këtë zgjedhje. Por le të presim, domethënë, shiko, unë në përgjithësi jam kundra, megjithëse ndoshta për shkak se unë e nëmleftësoj propagandën. Unë jam kundra asaj idesë që mbledhja e qeverisë, ajo pjesa hyrëse të jetë pjesa e propagandës. Qeveria bën veprime dhe pasi bën veprime, mburret me veprimet që bën. A ishte të përshojeni për një strategji dhe jo për akte sporadike të shkëputura? Sigurisht, po në fakt, e di çfarë është kjo, është një komponente konstante e ligjerimit politik zot Berisha, sipas të cilit, kjo komponente konstante është me shit berrin, me shit 7 lëkura. Është një ndër detyrat e politikanit, është gjithë pranuar, edhe 77 po ju erdhi në dorë. Është abuzim. Politika e ka është abuzim, një lëkurë ka bërë. Domethënë, nëse prej këtij propozimi, pasi ta bëj, pasi ta realizoj. Zoti Nazarko, dua një opinionin tuaj. Ne për këtë çështje, pra, flasim për bashkimin kombëtar apo çfarë do lloj Jo, do më duhet opinionin juaj, por më parë do të ftoja shumë shkurt. Ne kemi pyetur studiuesin zotin Shaban Morati, çfarë mendonte ai lidhje me idenë e bashkimit, madje bën një propozim konkret që mund të jetë pjesë e një strategjie të ardhshme për të materializuar këtë ide. E ndjekim. Për diplomatin Shaban Morati, deklaratat politike për bashkimin kombëtar janë më shumë një mod me baza folklorike dhe elektorale, të cilat shkaktojnë konfuzion nëse nuk ka një projekt konkret. Sipas tij, pikërisht mungesa e një projekti konkret solli edhe reagimet e menjëhershme të faktorit ndërkombëtar. Nuk shpjegohet që ky do të jetë një bashkim i shqiptarëve në një shtet të vetëm, do të jetë një bashkim i popullsive shqiptare dhe i territoreve ku jetojnë shqiptarët, o do të jetë një bashkim kombëtar vetëm brenda territorit të Shqipërisë, duke u akorduar pasaportat shqiptarëve që jetojnë në Ballkan dhe jashtë, edhe propozuesit ose profesuesit e këtij koncepti nuk janë të qartë mbi objektivin nuk janë të qartë mbi mjetet dhe mundësitë e realizimit të këtij koncepti tepër të rëndësishëm që është bashkimi kombëtar. Një hap i mëtejshëm në afrimin mes Shqipërisë dhe Kosovës, thot zoti Morati, do të ishte një mbledhje për bashkët e dy qeverive. Duke konsideruar eksperiencën e vendeve të tjera ballkanike, Morati vlerëson si të papranueshme mungesën e një mbledhje të përbashkët mes qeverisë së Tiranës dhe asaj të Prishtinës. Nuk kanë arritur edhe 5 vjet pas pavarësisë së Kosovës të bënë një mbledhje të përbashkët të qeverive, që ka qenë, mendoj, një detyrë shumë e lehtë për mendimin tim, diplomatike dhe politike për të realizuar. Jo vetëm thjesht për të treguar një shkallë më të lartë kohezioni apo bashkëpunimi, por edhe për të zgjidhur ato probleme që neve vazhdimisht dëgjojmë në marrëdhëniet ekonomike, tregtare apo të llojeve të tjera midis Shqipërisë dhe Kosovës. Mbledhjet e përbashkëta të qeverive të vendeve të ndryshme tashmë janë shndërruar në një metodë pune shumë efikase sipas diplomatit. Është planifikuar të mbahen mbledhjet e përbashkëta të qeverisë të Hungarisë me të Serbisë, të Bullgarisë me të Serbisë, të Rumanisë me të Serbisë. Kemi parë mbledhjet një pas njëshme të qeverive të Bullgarisë me Turqinë, me Rumaninë, me Izraelin. Serbia zhvillon çdo vit mbledhje të përbashkëta të qeverive midis
qeverisë të Serbisë dhe qeverisë së Sërbisë Republikës, që fundit është një copë, një pjesë, një entitet i një shteti. Murati shprehet kritik ndaj diplomacisë shqiptare, duke thënë se nuk ka punuar për të qenë në rezonancë me format e diplomacive rajonale, por mbi të gjitha nuk ka një ndërgjegjësi mbi peshën dhe rëndësinë që faktori Shqipëri-Kosovë ka në rajon. Zoti Nazarko, është një ndër propozimet e cila në fakt vjen në një linjë përbashkët, unë prek edhe në kryet e kësaj interviste dhe kam lexuar me shumë kujdes atë që mund ta pakëzoj si platforma Pacolli. Zoti Pacolli e ka sjellë në mënyrë konkrete, sidomos për hapësirën e përbashkët ekonomike dhe mundësinë e realizimit një marrëdhënie institucionale në këtë këndvështrim, duke parë si komplementare dhe idenë e zotit Murati. Si mund të realizohet kjo gjë? Shikoni, në fakt kjo është si ide, po themi, që kanë themel institucionalizim, është një ide e hedhur nga Albert Xhaferi në vitin 2007 dhe që i referohet Commonwealthit, pra aplikimit në hapësirën shqiptare të një modelit të ngjashëm me Commonwealthin, i cili bashkimi, po themi, realizoi mbi themelin i traditet përbashkët, marrëdhënie dikushme, pavarësisht se koloni dhe të kolonizuar apo vend kolonizator, por i mbështetur pra mbi një bazament kulture, historie, traditet përbashkët dhe mirëqenia, domethënë ishte fjala kyçe. Dhe mbi bazën e kësaj ide të zotit Xhaferi, natyrisht në sintoni apo në sinkron me idera të tjera të ngjashme, zoti Pacolli vendosi që të shkojë ka institucionalizimi konkret i kësaj ide, duke ju referuar edhe për të shmangur, po themi, këto shqetësimet rajonale apo europiane, duke referuar modelit të bashkimit europian, origjinës, pra gjenezës së këtij bashkimi, i cili në fillim lindi si bashkim ekonomik. Po jo sepse absolutizohet apo konsiderohet si ekskluziv, po themi, dimensioni ekonomik i bashkimit të shqiptar. Apo institucionalizimi se marrëdhënie. Po, institucionalizimi është elementi kryesor, dhe më thonë, dhe në fund të dhjetorit në Prishtinë lindi në një farë mënyrë, në mënyrë institucionale, një ashtu quajtur lëvizje për Unionin Ekonomik Shqiptar, ku bëjmë pjesë, domethënë, me 10 intelektual shqiptar në Perëndim që kanë role të caktuara, për shembull mes tyre të numëroj një zonjë, Lida Ragami, që është presidente e gruas mbarkombëtare në Londër, një menaxhere e British Telecomit, kudo ku jetojnë dhe punojnë shqiptar. Naturisht edhe ekonomistë, inxhinier të shquar, etj. Zoti Pacolli sigurisht është barci kryesor i kësaj ide dhe kjo lëvizje ka në themel fjalën kyçe është institucionalizim dhe institucionalizimi kuptohet si një harmonizim, një softueri kombëtar, i cili realizohet nëpërmjet kontributit të intelektualëve, gjejsisht lëvizjes, pra lëvizjes si lëvizje qytetare, dhe hardueri që është harmonizimi i lëvizjes së dy apo më shumë faktorëve shqiptare, gjithsesi i dy qeverive shqiptare Kosovë. Po bëjmë konkret. Këshilli, vendet nordike kanë institucionet në cilat i koordinojnë përpjekjet e tyre për mirëqenien e përbashkët. Kanë të ashtu quajtur Këshilli Nordik. Dhe sipas këtij modeli, i cili krijon më pak alergji, edhe që në themel është i ngjashëm me atë të Bashkimit Evropian, ekziston një mbledhje përbashkët e përfaqësuesve të parlamenteve të vendeve nordike. Kështu që këtu kuptim lëvizja kërkon që të themelohet një këshill ndërparlamentar shqiptar, ku të kenë 11 përfaqësues nga Parlamenti i Shqipërisë, 11 deputetë nga Parlamenti i Shqipërisë të zgjedhur nga populli, por që apo jo përzgjidhen brenda 140-të, 11 nga Parlamenti i Kosovës, 2 nga Maqedonia, 1 nga Malizi, 1 nga Lugina e Preshevës, 2 nga diaspora dhe 2 nga lëvizja. Këshilli ndërparlamentar do të funksionojë si miratues i software-it, domethënë kombëtar, apo ajo që do të vijë nga lëvizja dhe duke shndruar këtë software në detyrues apo jo për institucionet e tjera ekzekutive. Si lëvizja propozon, kërkon, është një peticion i bërë publik në internet, kërkon që gjithashtu krahas Këshillit Ndërparlamentar të ketë një takim periodik i cili do të quhet Këshilli Shqiptar, i përbërë nga 2 kryeministrat apo nga 2 kryetarët e qeverisë dhe nga një përfaqësues i lëvizjes, i cili, po them, mbi bazën e kësaj strategjie të miratuar nga Këshilli Ndërparlamentar, apo jo, do të
punoj për ekzekutimin e të detyrave konkrete të azëm për sektorin energjetik. Të gjithë sektorët. Të gjithë sektorët, do më thënë, natyrisht në përputhje të plot me rekomandimet e Bashkimit Evropian. Brenda konventave, brenda ligjit. Një kërkesë tjetër është për këshilla periodike, do më thënë, të ministrave në fushat përkatëse, financë e tjera, cilat zbatojnë ato vendime që dalin nga mbledhja e kryeministit dhe takime periodike gjithashtu të institucionalizuar të shoqërisë civile. E veçanta e këtij propozimi në morin e propozimeve që ekzistojnë pa strategji, ose me karakter elektoral që përmendëm, apo dhe, po themi, më radikale, po themi, si të vetëvendose, veçanta e këtij propozimi është që kjo lëvizje kërkon që çdo përpjekje në këtë drejtim, që nisë me ekonominë, por vazhdon me kulturën e tjera, të harmonizohet me Bashkimin Evropian, me perëndimin. Dhe më thënë, sepse çdo përpjekje tjetër, që del kundra kësaj frime është destruktive. Është destruktive sepse duhet kemi parasysh që dy arritjet më të mëdha të kombit shqiptar në këto vitet e fundit, antarësimi në NATO dhe pavarësia e Kosovës, u arritën falë bashkëpunimit me perëndimin, edhe liria e Kosovës. Dhe të prishësh këtë aleancë, dhe më thënë, mendoj që dhe të mirëbesim, është më të cilësoj. Kështu që në këtë kuptim, kjo është një filozofi e cila është materializuar në funksion të kësaj ideje që unë thashë, mund të shërbesi zanafille asaj që ju u shpreh mund të jetë një strategji e së nesërmes. Zotë Nazarko, për ta përmbyllur, me afrimin drejt fushatës, e shihni në rritje këtë lloj retorike, apo do të difuzohet edhe me tema tjera që mund përbëjnë kuajtje betejës saj? Është e sigur që do jetë një bosht kryesor i fushatës. Do më thënë nga Zoti Berisha, i cili vazhdoj që t'i përmbajnë sa pikpamje është krye propagandisti, do më thënë, i propagandistëve që popullojnë politikën shqiptare, është bërë qartë kjo tashmë që ai do t'i përmbahet këtij boshtis. Sigurisht do improvizoj vazhdimisht, do më thënë, por do jetë brenda këtij boshti me funksion elektoral, një pjesë edhe mund të bëhe, nuk ka asnjë dyshim, një pjesë mund të bëhe nga qeveri që do të vim, por kjo, mendoj, është një dimension pozitiv. Do të thonë, lëvizjet e njërit faktor, apo tjetër ndikojnë njëri tjetrit, apo në këtë kuptim, me gjithë kriticizmi që bëra për idenë e aleancës, prapë se prapë, aleanca, apo PDU-ja, apo PDU-ja, veçanërisht me rezolutën që është një moment, për cilën do të duhet, jo thjesht për çështjen e Çamit, kam një gjykim që ajo është një moment që i rrit dinjitetin politikë shqiptare përballë politikës greke dhe politikës shqiptare në përgjithësi. Pra nuk është një dokument që merret vetëm me çështjen e Çamit. Ka të mirë raport. Po kjo është një çështje tjetër për cilën besoj do të ftosh në një herë tjetër. Dhe besoj do më vish? Kështu që patjetër, kështu që mendoj që në përgjithësi falë këtyre ideve, falë këtij protagonizmi, në fund politika është dëshirë për protagonizëm individual apo kolektiv, kemi në tregun politik, në tregun mediatik, dhe sidomos gjatë fushatës? Në logosin, fjalën që ju e keni shumë qejf, do të thënë kombëtar, kemi idera të tilla që shkojnë ka të menduarit si kom, të vepruarit si kom, natyrisht atmosferën qindjetore, dhe rriti këtë ndjeshmëri, rriti këtë, themi këtë gjallë, e rriti, po themi këtë lullëzim idesh të tilla, në fundit, në qoftë se ato çojnë ka forcimi shqiptarëve, ka rritje me qenë styre, apo jo janë të mirë pritura. Zotin Nazarko, është e kënaqësi t'ju kisha në studion në ABC News-it. Në fakt, e thash edhe në kryeterës, sapo keni ardhur nga rruga, ende nuk keni patur rastin të shkoni në shtëpi, i kthyer nga një konferencë ku është diskutuar për veriun e Kosovës, që jam e bindur do të jetë temë e rëndësishme e kësaj jave. Faleminderit dhe një vit të mbar. Faleminderit edhe ju.